çështja e proteinave ose suplementeve, si e them, mvaret prej organizmit. Zakonisht ato janë suplemente ose si më thon gjërat të cilat nuk mund t'i marrim me ushqim, i marrin përmes suplementeve. Varësisht kush i korrigjon këto ose kush i jep këto udhëzime apo thjesht unë shkoj me një shitore të proteinave, bleni proteinë dhe kjo normal në rast kjo vjen në bazë të njohurive të cilën e ka klienti ose individi ose trajneri me të cilin ai ushtron. Normal, nëse vjen një klient tek qendra jonë, edhe ai ka nevojë për humbje peshe. Ne sugjerojmë të cilat suplemente ti merr ai të cilat ndihmojnë humbjen e peshës. Me rekomandim tonin të cilat ne normal kujdesemi cili prodhues është, çka përmbajnë ai suplement edhe me qëllim që të mos ketë efekte anësore të cilat dëmtojnë shëndetin e klientit ton, ose e kundërta që të ketë shtim të masës muskulare. Asnjëherë nuk preferojmë të përdorin anabolik që e dëmtojnë injekcionet e ndryshme qimi. Injekcionet e ndryshme të cilat ato janë të lejueshme deri në masë të caktuar. Një klient kur shkon i bën analizat, edhe e shef përmes analizave të doktorit përkatës, i cili e shet nevojshme përqindjen e atij suplementi ose atij nevoje për me marr, ai mundet me marr. Zakonisht abuzojnë edhe më pas përballen me shumë probleme shëndetësore. Shëndetësore më vonë. Valesa, i përket ti, ku i ke identifiku problemet tek gjenerata e re që sot i kanë ata në konstruktin e tyre trupor, shembull ato për shkak qëndrimit, për shkak të mos aktivitete fizike, për shkak qëndrueshmërisë shumë në rrjetet sociale ose në telefon, ku janë ato që ti i sheh këto probleme tek gjenerat? Zakonisht siç e dim këtë trashësia nuk është diçka faktor i jashtëzakonshëm. Ka kalu në smundje, obeziteti ka kalu në smundje. Kjo vjen siç e dim krejt si mos kujdesin në ushqimin dhe mos aktiviteti fizik. Gjithashtu ajo vjen trashësia në organizmin tonë, vjen një rregullimeve hormonale të tjera. Mirë po, sfida e gjeneratave e reja është mos marrja me aktivitet fizik, ku zakonisht e kemi shfaqen në shtrembim të shpinës, boshtit korrizor, në shkaqe efektet jashtme, për shembull të kam, të durt, të qëndrimit, të shpina, i shef që janë gjeneratat të cilat jashtëzakonisht pak kanë, mirën me aktivitet fizik, edhe në dukje të parë shefën se qëndrimet e gjata në karrik, videolojrat, shikimi i tepërt i televizorit ose i pasiviteti i madh që kanë. Pasivitet i jashtëzakonshëm ku ai menjëherë e shef që ka rregullim ose të trupit. Ndryshme. Sipas teje, ku duhen institucionet qofshin ato lokale ose shtetërore, a duhen të investojnë më shumë në fusha sportive, në fitnesset të ndryshme, qofshin ambiente të hapura për qirinia me pas, ose më josh më shumë në këto aktivitete? Po, patjetër. Siç e dim ne kemi mungesë të hapësirave rekreative ose hapësirave sportive të cilat shtetin na i ofron ose i rregullon. Ideja është të krijojmë hapësira sa më shumë ku të rinjt të mirën me sport, edhe të ketë sa më shumë fushata sensibilizuese se si duhet të shfrytëzojnë edhe pse duhet të shfrytëzojnë ato.